Vllaznia, e the me të doli nga shumë krenari. Vllaznia në vendin e parë 13. Po prapë sepse ti je nga Shkodra edhe nuk e di, mas është koincidencë një shkodrane me emrin Mjeda vjen në një udhtim të bukur të Vllaznisë, paktën në pjesën e parë të kësaj faze. Ndoshta jam një augur i mbarë për Vllaznin. E shikone, ja. Ka kalu shumë, disa vite kanë këta që kërkojnë këto augurin e mbarë. Po pra. Augur. Jo, ne po flasim për një moderatore që është me origjinë nga Shkodra. Kanë vite që duan të. 24 vite. Pa dal kampion. Qerek shekull. Pjesën e mbarë e kemi. Okej, super fare. Me atë, ngelemi pak te Tirana Partizani, se si do të jetë është tradita, është ajo që vjedh vëmendje njerëzit i zjon, nuk ishte ngordur nervi, shkonin prapë në stadium, jo shumë. Okej, shiko, edhe ata që shkuan në stadium e kanë parë në televizor, ti ishi bindur për këtë, do të thonë gjithë kemi parë në ndeshjen. Problemi është që, do të thënë, s'pari njerë që luajnë Tirana dhe Partizani veni fundit dhe veni para fundit, s'kishte ndodhur ndonjëherë, me qenë atje në fund. Kanë qenë me diferenca mbase, që secili për këtyre ka qenë nga poshtë, por problemi është që të luajnë këto dy skuadra, domethënë që ju thoni mega derby, ne shesim si kjo është vitrina kampionatit kombëtar, dy skuadrat që kanë bërë historinë. Po mirë, kanë bërë historinë tani. Nuk e heqim dot historinë. Ndeshje më të madhe se kjo teorikisht ne skemi dhe ku shikoj majën e tabelës para kësaj jave, Tirana dhe Partizani ishin këtu, atje lart ishte Rogozhina dhe Vora. Pa të mos më keq kuptojnë ata për të cilët unë po flas, po, domethënë, vetëm lagja ime është më e madhe se këto dy qytetet bashkë. Të garantoj për këtë për numër banorësh. Domethënë, tash ky është realiteti i futbollit shqiptar, të thonë. Vora është zgjeruar shumë. Jo për numër banorësh flasun për se biznes ka plot, po. Po, dhe kjo që të bën përshtypje është këto dy emblemat e futbollit shqiptar. Një kjo dhe e dyta. E dyta shikon që ajo që unë kam thënë edhe në për studio tjera, po që ka një mbi popullim, një mbi mbushje me lojtar tuaj. Me lojtar që, nuk e di, do me thonë, po nuk është se po paralel Bresa, se mirë që vinë nga kampionatet tjera, që gjojat duhet jenë më të mirë se tanët, po nuk përtojnë asë në Bres. Për herë të pau nga patë Tirana me 8 lojtar tuaj mrena. E kuptoj. Do shkojmë te ky fenomen. Tani të ngacmon kjo ndeshje, apo je i fokusuar te Dinamo më shumë? Jo, më ndjek çdo ndeshje të kampionatit, mos ndjek në kategorinë e tretë, ose shortit, çdo ndeshje e ndjek. Po sepse nuk ka nevojë me fjet gjumë, se ato ai ka bërë në orare që mazditet nuk flenë, kështu që arrim zgjuar mazditet. Po si arrin gjithë atë ndjekësh? Po, shiko, futbolli, ne kemi kthyer në Shqipëri në këto momente, nuk është vetëm kënaqësi, se tifozët shkon në stadium vetëm për kënaqësi, për argëtim. Shkon edhe ka dhe një lloj sakrifice. Sakrifica e cila është që ti gjendet skuadrës vet dhe kur ajo s'është mirë. Dhe unë përqej e shijoj e kam antistres këtë pjesën e futbollit. Ke luajt vet futboll? Dhe prandaj ndjek kampionatet, jo nuk kam luajt në nivele profesioniste, kështu që kem rehat nga kjo pjesë, por kjo s'më pengon që ta ndjek. Ajo që më lë, si them unë, të trishtuar nga ajo që pashtë derbi, për shembull ishte derbi që luhet në arenën kombëtare me numrin më të vogël të tifozëve që ka patur. Imagjino, para 3 vitesh kanë qenë 16.000, 17.000 tifozë. Pra, fakti që ne kemi humbur, pra një javë më parë ishte ai derbi tjetër. Ishin 26 tituj Tirana, 18 Dinamo. Asnjë vet as ishin në stadium. Dhe po luaj në zemrën e kryeqytetit. Tani luan Partizani, sekretari ishte Partizani. Në fakt, e kam thënë dhe herë tjera që kur Tirana shpritsen, numri tifozëve është më i madh se sa kur është Partizani. Partizani vazhdon ngelet me atë që kemi tifozë, por tifozët nuk i shoh stadium. Dhe ky është problemi. Po mos thënë që derbi që u lut vitin e Tirana ka tifoz më të rinj. Vitin e kaluar. Edhe në Ka Tirana, Partizani ka shumë regres. Kur është shpritse, ka pjesëmarrje shumë. Shikoni stadiumin ku luan Partizani brenda në fushën e vet. Numri me Elbasanin kishim shumë Elbasani, se sa Partizani në fushën e vet. Se mirë, nuk po merrem me Dinamo këto skuadra të tjera, që kanë 15 vjet që luajnë 5 elmë, se s'kan ngel njëri më i ardhës, po të paktën ata që kanë luajtur në nivele më të larta dhe kanë qenë që janë, po i quajmë vitrina. Pra nëse në shiko, stadiumi kombëtar hapet vetëm kur luajë kombëtare, kur luhet derbi, ke pa ndeshje tjetër ti aty? S'ka ndeshje tjetër. Dhe Dhe
ndeshja këtë radhë, që ishte edhe ditë premte, nuk është se kishte ndeshje në një orar, në një fashë orare në kampionatet e tjera. Së dyti, kjo ndeshje ka dhe shumë shqiptarë që vinë nga Kosova, vinë nga Maqedonia, se vinë edhe për të argëtuar, edhe për të parë atmosferën, por edhe për të shijuar stadiumin. Madje ka dhe turistë, se i kanë vënë re kohët e fundit që vinë shumë sepse lexojnë, po ata ose shikojnë në YouTube, po shikojnë ato derbet kur ka qenë flak stadiumi, nuk e dinë që në situatë jemi ne tani, se po zgënjejmë dhe ata. Megjithatë, ajo që ishte për mua thelbi këtë radhë, po heq të pjesën tjetër, se mbas është derbi i parë i këtij viti dhe kemi kohë për mëtej, ishte fakti që Tirana kishte shumë nevojë për këto 3 pikë. E kishte jetike, trajneri i Tiranës do ikte nëse nuk fitonte atë ditë, dhe po ashtu edhe Partizani kishte po ashtu nevojë jashtëzakonisht madhe për këto 3 pikë. Dhe mendova që ndeshja do shkonte barazim. Kështu ka luajtur vjet që të shpëtonin 2 trajnerët. Më sa duket Tirana mori atë që i duaj dhe uroi që ta mbajë këtë ritëm, sepse në fundit këto janë 2 skuadra, edhe pse ndodhen aq poshtë, që i ngren vlerën gjithë kampionatit. Çado që të bëj Vora, nuk ke ku t'ia gjesh tifoz. Çado që të bëj Egnatia, nuk ke çai bën, Ballshi, nuk ke çai bën. Pra, skuadrat që kanë tifoz në Shqipëri sot janë Tirana, Partizani, Vllaznia, Elbasani. Këto janë skuadrat që sjellin tifoz në stadium. Nëse këto nuk janë mirë, atëherë vërtet kemi problem shumë pak. Mehmet, ishe në stadium, të pashë aty, natyrisht, po jo i qeshur. Si gjithmonë në stadium, gjithë jetën